بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, atë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga tekëqia të shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, edhe sonte do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës në përgjigje të 3 pyetjeve të natës së vorrit, se kush është Zoti juaj, cila është feja juaj dhe kush është pejgamberi juaj. Dhe në ligjëratën e fundit kemi përfunduar me trajtimin e pjesës apo pyetjes së parë, asaj se kush është Zoti ynë, ai është Allahu, se njohim Allahun dhe çka kemi obligim karshi Allahut Azza wa Jall, e kemi treguar se Allahun Azza wa Jall e njohim përmes argumenteve, përmes domethënë krijesave të Tij që na ka krijuar në furnizon dhe na mban dhe prej neve ka kërkuar që të adhurojmë dhe thjesht ai është ajka e obligimeve me të cilat jemi urdhëruar që vetëm ata të adhurojmë dhe mos i bëjmë shok atij. Edhe atë jo të adhurojmë me fjalë, të pranojmë me gjuhë, mirë po realisht çdo vepër apo fjalë e cila në shariatin ton trajtohet që është adhurim, që dedikojmë vetëm Allahut Azza wa Jall dhe mos i bëjmë shok në të. Edhe kemi folur duke filluar prej dashurisë, frikës, shpresës, pendimit të njetit, domosdoshmë sinqeritetit, derisa kemi përfunduar edhe me zotimin se edhe zotimi nëse bëhet, domethënë duhet më bëna me të Allahut Azza wa Jall, duhet me pas kujdes që më përmbajt atij. Edhe pse ka detaje, domethënë në lidhje me këto që kemi cekur në gjërat e kaluara, mirë po përderisa natyra e librit është që të jetë e shkurt, edhe ne do të mundohemi mos të zgjerohemi shumë, mirë po të nxjerrëm me kuptimin se çka ka dashur autori me thonë në këtë libër, duke na parafruar një kuptim të qartë në lidhje me këto 3 pyetje dhe 3 përgjigje që do të na bëhen nesër në natën e varrit. Sonte do të kalojmë në pyetjen e dytë, ajo është se cila është feja jonë, e që edhe këtë pyetje patjetër do të pyetemi, edhe çështja e fesë që kemi zgjedhur që Allahu Azza wa Jalla na ka nderuar me të, me të cilat i ka dërguar pejgamberët të gjithë, edhe që nuk pranon fe tjetër përveç kësaj feje, është feja islame, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, me të vërtetë feja vetëm e pranuar te Allahu Azza wa Jalla është Islami, wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Ai që kërkon fe tjetër përveç Islamit, ajo nuk do të pranohet dhe nesër në ditën e gjykimit do të jetë prej të humburve. Apo në hadithën e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pashaat, pejgamberi sa po betohet, pashaat në dorën e të cilit të shpirti im, nuk ka dëgjuar për mua askush prej këtij ummeti, qoftë ai jahudi apo krishter, e nuk ka besuar në atë çka ka marrë me të, vetëm se ka më qenë, domethënë banor i xhenemit. Pra thjesht çështja me mësu fen edhe me ditë se ç'është fe përkasim nuk është diçka luks, por realisht është obligim
se në të shpëtimi jon është si, dhe më thonë, dritë në mes të rësirave, nga se realisht tër dunjaja është rësira, vetëm aja dritë e Islamit dhe fesë ku ka prek, aty ka ndryqim se për ndryshe, dhe më thonë, tëra është rësirë, është rruga jone vetëm e shpëtimit, edhe duhet pas kujdes që ta mësojmë atë ashtu siç e ka zbritur Allahu te pejgamberët dhe ashtu siç e kanë transmetuar pejgamberët te shokët e tij, te shokët e tyre, në rastin konkret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, te shokët e tij, se nëse çdo herë është e nevojshme mu mësu feja në kohën bashkëkohore, është edhe më imperativ, edhe më e obligueshme çështja e mësimit fesë, për shkak se ignoranca është përhap në katër anë të botës, edhe në vend se njerëzit të e adhurojnë Allahun Azza wa Jall me tauhid, me njësim, shpesh i gjojmë që binë në shirk, vend se të adhurojnë Allahun Azza wa Jall me pasim sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpesh i gjojmë duke rënë në bidate, risi në fe, pra thjesht në kohën tonë është edhe më tepër e nevojshme që njeriu të përkushtohet dhe të mëson fenë islame, të cilën autori e ka përkufizuar në 3 fjali. Islami, ka thonë, është mi u dërzu Allahu Azza wa Jall me njësim, mi u përul atina me bindje, edhe më u largu e u distancu nga shirku dhe mushrikët. Pra thjesht e para që njeriu ti dërzohet Allahu Azza wa Jall me adhurim, me njësim, me tauhid, të njeh atë si krijues dhe furnizues dhe adhurimin t'ia dedikon atina dhe askujt tjetër. Kjo është një pjesë e Islamit apo ajka e Islamit, edhe pse njerëzit në këtë çështje janë 3 llojesh. Grupi i parë janë ata që e kanë kuptuar këtë realitet, janë të lumturit në këtë dunja dhe shpëtuarit në ahiret, të cilët e kanë njohur Allahun dhe atë adhurojnë, dhe ashtu siç ka përshkruar Allahu Azza wa Jall, fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu, dhe Zoti juaj është vetëm një, e atina një shtrëhun jo. Pra thjesht njihni Allahun Azza wa Jall, i cili është një, dhe me adhurimet të juaja atina për uluni. E grupi i parë këtë realitet ka kapur, ka kuptuar, edhe ka praktikuar dhe jetësuar, dhe janë të lumtur në këtë botë edhe në ahiret. Grupi i dytë janë ata që realisht e adhurojnë edhe Zotin, mirë po adhurojnë edhe dikën tjetër me Zotin. Nuk i mjaftuar aty tauhidi, mirë po edhe i bojnë shirk Allahut Azza wa Jall, dikush duke adhuruar pejgamberët, qoftë ata që të adhurojnë Isën, qoftë ata qoftë se kërkojnë diçka për pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dikush duke adhuruar ndoshta edhe melaçet, dikush duke adhuruar ata njerëz në thojza të mrrim e evlia, dikush ndoshta të adhuruar edhe yjet, e dikush gurin, e drurin, e kështu me radhë, faktikisht duke bërë shirk Allahut Azza wa Jall. E Allahu për të tillët ka thonë, innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ai cili bën shirk Allahut Azza wa Jall, Allahu ja ka bëu atij personi haram xhenetin, e vend për fundimi i tij është xhenami, edhe për zullumçarët nuk do të ketë shpëtim. Edhe këta para se mu dënu nesër në ditën e gjykimit, këta edhe në këtë botë, subhanallahu, Allah i ka dënuar që mos me pas qetësi, mos me pas rahati, mos me pas lumturi, nga se Allahu Azza wa Jall shembullin e atij që adhuron Allahun vetëm, edhe shembulli i atij që adhuron më tepër se një Zot, ka thonë është daraballahu mathalan rajulan fi shuraka mutashakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun. Allahu Azza wa Jalla ka sill një shembull si një person i cili është rob i disa zotrive të cilët mes vete kanë mospajtime, grindje dhe mospajtime. Edhe një person tjetër i cili ka vetëm një zotni. A krahasohen këta dy persona? Para mendo tash njeriu mi pas dosta në këtë dunja. Edhe njëri thotë bëne këtë punë, tjetri thotë mos e bë, tjetri thotë nëse shkon që atje ku mu të idhnu, tjetri thotë nëse rregjë të ku mu të idhnu. Këtë dunja domethënë nuk mundesh më bë rahat.
Qofse kije shok, se lemo me kon ata që faktikisht e kanë punën tonë në dorë, edhe janë ti e rob i tyre. Edhe secili ka kërkesat e veta dhe kërkesat e kundërta. Faktikisht ti je, domethënë gazep në sekret, domethënë se çka je të bë. A tjetri ka veç 20 thot shko, rre, hajde. Qështu të shembull atë që domethënë e beson Allahun azza wa jall. Ai ka veç 20. Atë e beson, ata e adhuron, ata e ndëgjon, i thot bëne këtë e bën, e thot ndalu për esojna ndalet, nga se nuk ka kërkesa tjera. Përkundrazi, ai i cili thash bën shirk Allahut azza wa jall, ai ka më tepër se një Zot, adhuron dikon tjetër, edhe dikon tjetër përveç Allahut azza wa jall, dhe përveç dënimit të përjetshëm në ditën e ditën e gjykimit, ai edhe në këtë botë nuk është i qetë edhe rahat për shkak kësaj që e tham. Edhe lloji i tretë i njerëzve në këtë pjesën e parë të Islamit, ose ka prej tyre që realisht ose nuk dojnë më nënshtru Allahut azza wa jall, e nuk e besojnë atë, ose kontestojnë autoritetin e Allahut azza wa jall. Ata që thjesht nuk e pranojnë, mirë po refuzojnë Allahun azza wa jall, janë domethënë këta që quhen domethënë ateist, e agnostik, e të ngjashëm, e ata që faktikisht e kontestojnë autoritetin e Allahut azza wa jall, janë ata që e kontestojnë autoritetin e Allahut azza wa jall ndonjëherë në krijimtari, e ndonjëherë në nurat e Allahut azza wa jall. Në krijimtari e kam fjalën për kaderin, ndonjëherë kur Allahu azza wa jall cakton me ndodhi diçka, ata thonë nuk ka drejtësi, se çysh pi jap këtina pasuri, atina domon për nënçmon, çysh domethën ky i ri po vdes kështu më radh, kontestojnë domethën autoritetin e Allahut azza wa jall në përcaktimin e gjërave dhe krijimtarinë e tyre, e disa edhe kontestojnë autoritetin e Allahut azza wa jall në atë çka urdhëron, duke thënë se Allahu pas ka urdhëruar, po çfarë dobi e ka në këtë punë, çfarë urësie ka këtë punë. Faktikisht e kontestojnë dijen dhe urësinë e Allahut azza wa jall, e që gjithë faktikisht në farëformë tjetër janë të cilët nuk i nënshtruan Allahut azza wa jall, mirë po kontestojnë autoritetin e Allahut azza wa jall. E puna e parë e Islamit është që njeriu me pranu autoritetin e Allahut azza wa jall, me adhuru atë, me njësu atë, edhe mos me bësh shok, domethënë me askënd. E pjesa e dytë e Islamit, autori ka thënë el-inqiyadu bit-ta'a, që njeriu domethënë me ju nënshtru Allahut azza wa jall me adhurim, me bindje, nga se ajo bindja e cila domethënë zën vend zemrën njeriu, patjetër duhet me i shtin lëvizje gjymtyre tjera, me reflektua dhe me punu sipas asaj bindje, edhe pse realisht domethënë kjo bindja dhe nënshtrimi ndahet masanë në dy lloje, bindje dhe nënshtrim e cila ka të bëjë me atë se do t'i përmbahem çdo gjë që ka ardhur nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo gjë që Allahu azza ju ka drejtuar me atë urdhër njerëzimit, edhe unë jam çatë. Allahu e ka urdhëruar njerëz me namaz, e pranon se ka obligim namazin. Allahu ju ka drejtuar njerëzve me agjërim, e pranon se ka obligim agjërimin. Allahu ju ka drejtuar njerëzve se e ka ndaluar riban, e ka ndaluar zinan, e ka ndaluar domethënë alkoolin kështu me radhë, e thot që unë që aty jam, se runa zot me kontestuan këtë çështje, në parim, thot, jo, këto s'jem për mu, këto urdhën për tjertë, se unë jam pak manal të kështu më radhë, faktikisht kjo në parim nuk i ka përmbaj kësaj pune dhe është pa besimtar. E kjo është dëmon që njeriu ju bind Allahut azza wa jall me nënshtrim, edhe bindja e dytë është që njeriu realisht kur të pranon këtë realitet, që s'paku në formë përgjithshme të bindet me diçka nga veprat e tina. Se nuk ka mundësi me ardhur njeri dhe me thonë se besoj Zotin, e du Zotin, e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe jeton kohë të gjatë, e as nuk falet, as nuk agjeron, as nuk jep zeqat, as shkon në haxh, as nuk bën xhihad, as nuk bën vepër asnjë të mirë, realisht, domethënë ai person i tillë nuk është musliman, nga se Allahu azza wa jall ka thonë për të tillët yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum ba'da dhalika wa ma ulaika bilmu'minin. Dhe thojnë kem besuar në Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jemi bind. Mirë, për pas kësaj ja kthejnë shpinën, domethënë asaj me cilën kanë ardhur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e të tillët thotë Allahu nuk jem besimtar. Pra thjesht nëse tërësisht nuk dën me ça kokën dhe me anime praktikua asgjë pe kësaj feje që ka dërguar Allahu për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai till nuk është domethënë besimtar, nga se këta për cilët po flet Allahu kanë pranuar shahadetin, mirë po nuk kanë dashur mirë po mbajt
asaj që rrjedh prej shahadetit të veprojnë sipas këtij shahadeti e kështu domethënë me radhë. Do të më pas një çështje të qartë kur po flasim që mos më bind, mos më përmbajt me vepra, mos më përmbajt në formë të përgjithshme, se si jam duke thonë që nëse ndoshta dikush herë i përmbahet e bën një punë të mirë, herë bën një mëkat del pe feje. Runa Zot se këtë e thojmë vetëm xhavarist, mirë po them që edhe nuk mundet me qenë njeriu besimtar, nëse vetëm thotë unë besoj, ndoshta edhe shqipton me gojë, mirë po nuk i përmbahet me asgjë nga veprat nga se i tilli, domethënë sipas teksteve kuranore dhe ashtu që kanë kuptuar se lefe i tilli nuk është domethënë besimtar. Edhe çështja e tretë, domethënë që ka folur te Islamin, ka thonë me ju dërzu Allahu azza me tauhid, me nashtrua atina me përmbajtje, edhe e treta me u distancu pe shirkut dhe domethënë banorëve apo domethënë mushrikëve, e kjo është domethënë prej bazave të imanit, el hubbu fillah wal bughdu fillah, e që edhe kjo ka pika e parë është që njeriu për mu distancu prej shirkut edhe prej mushrikëve apo prej kufrit dhe prej pabesimtarëve, janë disa hapa. Hapi i parë është që njeriu me pas bindje se adhurimet e tyre janë të kota. Dikush qofse vjen e adhuron Isën, adhuron Budën, adhuron lopën, adhuron gurin, drunën e sene, realisht besimtari e ka për obligim me bazë bindje se kjo është domethënë e kotë, edhe kjo është shirk, edhe kjo kufër. Jo me pas më dyqe, po nashta edhe ajo s'bën, s'prish punë edhe ajo, nga se kjo nuk është besimtar. Pra thjesht besimtari për me realizu fenë e tina duhet mu distancue me ditë që duhet me adhuru Allahun, atina mi bë sejdë, ama këto adhurimet e kota, domethënë këto janë shirk dhe janë kufër që nxjerrin njeriu pej feje. Dhalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kjo për shkak se Allahu azza wa jalla është i vërtetë. Atë që adhurojnë tjetër përveç Allahut azza wa jalla, ajo është e kota. Çështja tjetër që duhet me ditur se s'ka çare njeriu edhe pa i urry këto sene. Nuk mund të më ardhi besimtar me thonë, po më pëlqen bre kur pisha dëmon televizor atë lejtar tu bë kryq. Se faktikisht, domethënë ata janë të adhuru dikon tjetër përveç Allahut azza wa jalla. Thjesht janë duke besuar, domethënë se Isa djali i Allahut azza wa jalla. Pe marr këtë si shembull se edhe vepra të tjera domon që ka mundësi me i bë, nuk ka mundësi njeriu me i dash të punë. Ose me i dash këta persona. Nga se Allah ka thonë ja ju ledhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. O ju që të keni besuar, mos i merrni armiqt e mi, domethënë për miq e për dosta. Allahu xheldi kanë ka marr armik, ti pe bën dost. Para mendo tash po flas në shembull konkret. A keni pa tash koha e zgjedhjeve çysh është? Edhe çysh shkoi puna çaç domethënë urrëtia mes partive, so që në qofë se ti se kishe mendimin atina tjetërt, meher ai kishe urrëtin ndaj teje, edhe pse ti ishe shqiptar, ti ishe musliman, dashta ishe vëllai i nënës e i babës, vetëm se si kishe bindjet me ta të urrëjke. Nga se realisht njerëzit që s'kan bindjet njëjtë dhe ka mundësi me reflektu këtë një urrëjtje. E çysh qëndron puna që një njeriu i cili nuk i bashkon as besimin Zot. Unë besoj në Zot, krijuesin e gjithësisë, i cili është një dhe i vetëm ata adhuroj, me atë që thotë se është trinitet, apo ka domethënë yjet kanë dorë diçka përveç Allahut azza e besimet kota që i ka njerëzimet. Realisht nuk bashkohet edhe besimi i pastër në Allahun azza edhe me i dasht, edhe mos distancu pe këtyre, nga se Allahu azza kur ka folur domethënë për Ibrahimin alayhi salatu wassalam ka thonë kad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dhe ju keni pasur shembullin më të mirë në Ibrahimin dhe ata që kanë besuar me të. Kur i thanë popullit të tyre, ne distancohemi prej juve dhe prej asaj që adhuroni përveç Allahut azza wa jall. Kem bë kufër e mohojmë atë që ju adhuroni. Mirë po ka filluar dhe armiqësia dhe urrëtia mes neve dhe juve, përgjithmonë përderisa nuk besoni vetëm një Allah, i cili është një dhe nuk ka shok tjetër, dhe atë vetëm duhet me adhuruar. Pra thjesht për me njoftë Islamin, duhet mi pas konsiderat këto 300 pika që i ka cekut autori. E para, njeriu që t'i përulet Allahut azza wa jall me tauhid, e dyta,
të nështrohet atina me bindje dhe praktik, edhe e treta të distancohet, largohet prej shirkut dhe kufrit. E kjo e treta që po them me pas urrëtie, nuk duhet me kuptu tash në atë formën se jam duke folur për urrëtie të zemrës. Kjo urrëtie e zemrës nuk do të thonë që duhet mu përkthy vazhdimisht me armiqësi ndaj atij që zbeson si ne. Nga se ne kemi folur në ligjratën e kaluar, domethënë apo më herët kur kemi folur në këtë çështje kemi thonë se pa besimtarët që nuk besojnë Allahun azhjal janë në vijatërosha në dy grupe. Ata që janë dushman tonë që na luftojnë, me ta ka trajtim tjetër, e ata që realisht nuk janë të tillët janë më patësor, domethënë nuk na shpallin armiqësi edhe luftë, e të tillët Allahu azhjal ka thonë la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allahu azhjal nuk jau ka bë haram, nuk jau ka ndaluar ndaj atyre që nuk ju luftojnë apo nuk ju nxjerrin nga shtëpitë e juve, që të sillni mirë me ta apo të moni drejtësi me ta. Pra faktikisht, nëse thjesht është patësor, domethënë edhe nuk na lufton, domethënë edhe pse në zemrën tonë mendojmë se ai është duke bë kufër dhe shirk, edhe për këtë urrim, nuk domethënë që duhet me përkthyje vazhdimisht me vrasësi, me armiqësi e luftë ndaj tyre. Këtë temë ndoshta kemi treguar edhe më herët në detaje. Edhe pasi që ka cekur këtë autori ka thonë se kjo fe islame është në 3 shkallë. Është islami, është imani edhe është ihsani. Më e ulta është islami, më e mesmi është imani dhe më e larta është ihsani. Mirë për se me kaluar, domethënë në këtë është mirë me tregu se kjo feja islame apo islami në tekstet kuranore, në Kur'an dhe Sunet ka 3 kuptime. Kuptimi i parë është besimi i pastërt që Allahu azhjal me të i ka dërguar gjithë pejgamberët, prej Ademit deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prej Nuhit deri te Ibrahimi, deri te Musa, Isa, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, rresh gjithë e kanë pas një mision që me i thirr njerëzit vetëm me Zot me besu, edhe vetëm atë me adhuru, edhe mos me bësh shok atina. Kjo është Islami i përgjithshëm që Allahu azhjal ka cekur në për ajete kuranore, prej tyre ka cekur domethënë ajetin kuranor em kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'budun min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. A keni qenë të dëshmitar kur i ka ardhur vdekja Jakubit e kur thot fëmijëve të tij, çka keni më adhurue mas meje, ata të thojnë kena më adhuru Zotin tënd dhe Zotin e baballarëve tua, Ibrahimit, Ismailit, Ishaqit, edhe na jem musliman ndaj këtij Zotit. Pra në këtë ajet ka ardhur Islami i përgjithshëm që është fjala me adhuru vetëm në Allah, domethënë i cili është një. E ka kuptim më të veçantë Islami, ajo është feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e cila në besim është e njëjtë me gjitha besimet tjera dhe fe tjera, domethënë që i ka dërguar te pejgambert, mirë po në dispozita dhe në domethënë shariat, në jurisprudencë ka dallim prej domethënë shariateve tjera, edhe kjo ka ardhur në për ajete në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shembull në dinin inda Allahi l-Islam, feja vetëm e pranuar është Islami, o me yebtaghi ghayra l-Islami dinin, në jetën që ceku më herët, edhe kush kërkon fe tjetër përveç fesë, domethënë Islami, ajo është refuzuar dhe nesër ditë e gjykimit do të jetë për të humburve, është fjala për Islamin, fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Islami e ka edhe një kuptim tjetër, ajo është Islami karshi imanit dhe ihsanit. Këtyne domethënë shkallëve të Islamit, se domethënë do vazhdim të marrim në Islami në këtë kuptim është që ato vepra që kanë bëjnë me vepra praktike dhe gjymtyrve, me shahadet, me namaz, me zekat, me haxh, me agjërim të Ramazanit, ndërsa imani ka të bëj me çështje të besimit në Allahun azza wa jall, në dashurinë ndaj tij, frikën, shpresën, mbështetjen e të e kështu me radhë. Mirë po, zakonisht në tekste domethënë ndonjëherë përmenden dyjat në një ajet, e kur përmenden dyjat në ajet, Islami ka për shkak ka qëllimin domethënë Islamin e jashtëm, praktik, ndërsa imani është fjala për bindjen e brendshme dhe besimin e brendshëm, ndërsa nëse vjen veç njëra e zaventon tjetrën, nga se është fjala për atë brendshmën edhe atë të jashtmen, edhe ka filluar me shpjegu tash Islamin, se çka është Islami në këtë kuptimin e shkallëve të fesë islame,
nga se ka në hadith vërtet pejgamberi sa hadithi i Xhibrilit që vjen edhe shumë i njoftër kur ka ardhur Xhibrilin i personifikuar në formë të njeriu dhe ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani, kur është kiameti, edhe ka filluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj për secilën e këtyre pyetjeve, duke thënë se Islami është, domethënë me shqiptu shahadetin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, me fal namazin, me jep zakatin, me xhiru Ramazanin, edhe domethënë me shku në haxh sipas mundësive. Kur është pyetur për imanin, ka thonë domethënë që me besu në Allahun, me laçet e tina, në pejgambert e tina, librat e tina, ditën e gjykimit dhe kadan dhe kader, hajrin apo sherrin e tina. Edhe kur është pyetur për ihsanin, ka thonë se ihsani është me adhuru Allahun azza xal, sikur ti adhuron atë, e sheh atë pse nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Edhe ka filluar domethënë me çështjen e parë, ajo është shahadeti, fjala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, se kjo është kushti i parë i Islamit, edhe për këtë fjalë janë krijuar njerëzimi, për këtë fjalë Allahu azza wajal ka dërguar pejgamber, me këtë fjalë domethënë edhe njerëzit janë përço e ndoshta kanë ardhur të luftimet, për këtë fjalë ka krijuar xhenetin dhe xhehenamin. Është fjala me të cilën hina në Islam, kur bëhem musliman, bëhem me fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah musliman. Me këtë fjalë, domethënë përsëritem në ezanat tona, do thonë ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu Muhammedur Rasulullah. Këtë fjalë e thojmë në tahiyatin ton, kur thojmë tahiyatu lillahi was salawatu, në raste të ndryshme që e përmendim këtë fjalë që thash është çelësi me hyrje në Islam, mirë po edhe është çelësi me hije nesër në ditën e gjykimit në xhenetin e Allahut azza xal. Mirë po, do të më pas konsiderat të shahadetit disa çështje, disa do të marrim sot, disa do të vazhdojmë edhe në ligjëratën e radhës e ardhshme. E para që duhet me pas është se realisht shahadeti përbëhet prej dy pjesëve, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut, dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i tij. Në shpesh në për citate, qoftë në jetë kuranore, hadithe, e dëgjojmë vetëm këtë pjesën e parë, mirë po realisht duhet me kuptu se është për qëllim dyjat dhe nuk guxon me nda njeriu këto dyjat, se nuk i mjafton njeriu të me thonë vetëm besoj Allahun azza xal e nuk e pasoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se s'ka rrugë që çon te Zoti vetëm se rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra puna e parë që duhet me ditë është, do të thonë se këto dy pjesë shahadetit nuk dohen. Fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah është një shahadet, edhe pa to dyjat besimtari nuk bëhet besimtar dhe nuk bëhet musliman. Çështja tjetër që duhet me ditë është se i thojmë shahadet. Shahadet është dëshmi. E dëshmia do të më pas një disa komponente për tyne tri janë më kryesorë. E para është nutq, me shqiptu shahadetin, dëshmia shqiptohet, nuk ka me mimika, me syje, domthon kur shkon ti para gjykatës, domthon duhet me thonat që po do me thon. Përveç në raste të veçanta ku njeriu është me mes, që Allah azheli pranon këto arsye. Mirë po nëse njeriu është i shëndosh, edhe mund të më shpreh dhe më artikuluar me fol, nuk i mjaftohet atij me thon se unë besoj me zemër, pa shqiptu shahadetin me gojë, se nuk quhet shahadeti shahadet. Domthon dëshmia dëshmi, pa thon me gojë. E dyta, nuk quhet dëshmia dëshmi, nëse thuhet me dituri. Se kur pe thu la ilaha illallah, je të e di që e të thonë me këtë fjalën la ilaha illallah. Se thash nëse vjen të nesër te gjykatësi, edhe gjykatësi vetë për një dëshmi, edhe fol pa lidhje, fol pa argumente, fol pa dije, realisht ka mundësi edhe me të arrestu gjykatësi, jo që më të pranue domethënë e dëshmi. Pa i cili domethënë është thotë shahadetin duhet me thonë si ai person i cili e shet diellin pik ditës kur nuk ka re. Ashtu siç nuk dyshon, do më thonë ata, edhe thot me dije, ashtu do të me thonë edhe e treta, do të me pas bindje të plot, pa kur fat dyshimi, se këtë që po thot, kjo është e vërteta absolute edhe nuk ka të vërtet tjetër pas sajna. Besojmë ashtu siç e shohim dhe besojmë veten që ekzistojmë, bile edhe më tepër besojmë se Allahu azza wa jall është ai i cili na ka krijuar, na furnizon dhe na, do më thonë, duhet me adhuru vetëm atë. Te çështja e shahadetit, ka njerëz të cilët nuk e kanë kuptuar shumë drejt, domethënë punën e shahadetit, edhe i shën kuptime edhe në përkthime ka herë kur i bojnë e ke përkthejnë në përkthim gjysmak, që realisht nuk është për qëllim ai askone pejgamberit se mas nuk ka qenë kurr. E sheh thot nuk ka zot tjetër përveç Allahut, nuk u krijues përveç Allahut azza wa jall.
i cili është i pavarur për gjithëve, gjithë kanë nevojë për të. Nëse kuptimet paraforta që realisht nuk është kuptimi që e ka pas për qëllim Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë po e them me bindje të plotë se ata e kanë ditë këtë punë para se me orë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Zoti është krijuesi. Se Allahu vetëm Kur'an kur ka folur për mushrikët e Mekës, që atyne që pejgamberi se nuk ka drejtuar me këtë mision, ka thonë la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Me i kanë pyet ata se kush i ka kriju, kishin me thonë Allahu. La in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Me i kanë pyet ata kush e ka kriju qetë dhe tokën, domethënë kishin me thonë se Allahu thjesht nuk e kanë kontestu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çështja se Zoti është krijuesi, se është një domethënë krijues më i mbatë që i ka këtë punë dorë. Konteksti mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë se a me adhuru vetëm një Zot, a me adhuru dikën tjetër. Për atë kur i ka ardhur ka thonë qulu la ilaha illa Allah tuflihu, kur i ka mbledh domethënë në fillimisht domethënë ato familjarët e tina, ata fëmijët e tina, dhe i ka thonë thuni fjalën la ilaha illa Allah, keni me shpëtu. Ata kanë kuptuar mirë çka po thot. I kanë thonë se me kanë thonë atë që disa për muslimanëve tash e komentojnë shahadetin që thot me përkthim gjysmak se nuk ka Zot, ata e kanë pranuar këtë që është nuk ka Zot. Edhe i kishon po morën rregull, ne pranojmë atë që po thotë. Po se kanë pranuar. Se kanë ditë se nuk personon këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po e personon përveç se me pranu se është Zot dhe krijues, me ditë se ato vetëm do të më adhuru. Mirë po, ata e kanë ndodhur më burra, kur e kanë ditë që s'po dojnë mi përmbaj kësajna, s'kan thonë po besojnë as po përmbahem. Se çështojnë nash sot në komplet i gjojmë thot, po mbra e pranojnë këtë punë, po kur e sheh, domthon kërkon si përmbahet shahadet. Ai e ka thonë që me pranu që po na thot pejgamberi sallallahu tash la ilaha illa tuflihu, atë duhet të më përmbaj këtë bindje. Mirë po i ka thonë, e gjallë al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ijab, apo na i bën këta putat të adhurorit tonë, në vetëm të një adhuruar, kjo është çudi, domthon na i kem 360 copa, domthon për rreth Mekës të adhuruar që i kanë pas puta dhe Zotë për Allahu azil, që i kanë adhuruar për Allahu azil. A këj tash po dën kë me na i zaventu këta 360 e më tepër vetëm një Zota? Faktikisht ata e kanë kuptuar drejt se nuk është për qëllim fjala la ilaha illallah, vetëm se me pranuar se nuk ka Zot apo nuk ka krijues për Allahu azil, mirë po është edhe diçka më tepër, ajo është se me pranuar se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut azza wa jall. Ndoshta po ndalim këto se ka edhe shumë çështje në lidhje me shahadetin që është më rëndësie me i ditë besimtari kur e thot këtë fjalë, edhe mos me fol vetëm një fjalë që e përsërit edhe nuk ja din kuptimin, nga se tash është çelësi me hyn këtë fe, mirë po edhe çelësi me hyn nesër ditën e gjykimit në xhenetet e tina. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.